Po, në fakt, me sa është parë pas protestës pare, që da ishte të shtunën me 5 prill, ku morën pjesë mira qytetarë, nuk është që kemi parë një reflektim pozitiv nga ona e SDRE-s, apo dhe akterëve tjerë, në këtë rast Ministrisë Ekonomisë, apo akterëve tjerë qeverisë, të cilët do të jepnin me kuptu që ky vendim mund të pezullohet, ose mund të ketë ndërhyrje të tjera të cilat munden me botë pa mundur marrjen e këtij vendimi, kështu që gjithçka mund të ndodhë nesër, mundet edhe të merret ai vendim, sado që ne akoma e kemi një shpresë që ata mund të reflektojnë, sepse reflektimi bjen pezullimi përkohshëm i këtij vendimi, pra shtyrja e tij deri në konstituimin e institucioneve tona, pra ne aktualisht jemi pa institucione funksionale po flas, po pritet qeveria e re nga data 15 andej, kështu që nuk është asgjë as fundi botës në fakt nëse ky vendim kish me u pezullu. Po, vetë nëse më lejoni ju kontradiktoj edhe me krijimin e institucioneve të reja, ZRE-ja të paktën e letër duhet të jetë institucioni i pavarur në lidhje me konstituimin, apo jo? Absolutisht, do duhet të ishte institucioni i pavarur, sado që ne e dimë është apo jo, po kjo është temë tjetër, mirë po një qeveri e re, e cila do të fillonte me punë, unë mendoj që kish me qenë një garanci në radhë parë për qytetarin, që pas këtij vendimi mundet me pas pako ekonomike të cilat kanë me ndihmu këtë qytetar që t'i përballoj faturat të cilat do na vinë si pasojë e këtij vendimi, pra sepse ne kemi thënë gjatë kohës, po flasim çdo ditë, pra jo vetëm unë, mirë po edhe shumë anëtarë të grupit, ekspert të fushës, që kjo rritje për 15% e çmimit do të shoqërohet me një rritje zinxhir, qoftë në sektoret e prodhimit, qoftë në biznes, qoftë në shërbime, pra gjithandaj. Andaj, nëse ne do ta kemi një qeveri, ose të paktën edhe qeveria aktuale, sikur kish me dalë, edhe me jap një, s'po them premtim, po të paktën të na tregojë një program, i cili neve si qytetar, pas këtij vendimi, do na bëjë të mundur që t'i përballojmë këto fatura, megjithatë ndoshta do kishte mundësi debati, komunikimi me ta apo diçka tjetër. Po, ministra e ekonomisë po thotë që është i pashmangshëm. Po pra, ajo është bërë një lloj zëdhënësi i ZRE-s në këtë rast i Kecit dhe Keskos, pra të gjithë bashkë janë bërë mbrojtës të këtyre bizneseve, pra të cilët po duan të marrin edhe më shumë miliona prej qytetarëve të Kosovës, pra prej këtyre qytetarëve të cilët janë shumë të lodhur edhe nga çmimet aktuale që janë se lera më që të rritet kjo shumë tani për 15%, andaj po them që krijimi i institucioneve të reja kish me jap rast, mendoj, një diskutimi pak më gjerë, kishin me ofru ndoshta më shumë akter, kemi parë gjatë tyre kohëve shumë ekspertë të fushës, pra qoftë brenda, qoftë jashtë Kosovës, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë, sepse ne e dimë që sistemi energjetik në Kosovë është pothuajse në kolaps, pra dhe nuk është vetëm tash, pra është i trashëguar, pra ne i dimë mungesën e investimeve, qoftë në termocentrale, qoftë në transmisione tjera, pra ne po flasim për një çështje e cila është jetike, e cila kërkon një debat goxha të gjerë, për përfshirjen e shumë grupeve të interesit, dhe tek pastaj ne mundemi edhe të shkojmë tek propozimet konkrete të cilat sot po japin Kec dhe Kesko dhe po don ti. Çka nëse ndodh e kundërta, zoti Hasanaj? Pra që protesta që ishte masive, le të themi, herën e kaluar, edhe nesër mund përsëritet, por vendimi merret për rritje. A është ky fundi, a është ky një farë replikimi i asaj që shohim, që kemi parë edhe në të kaluarën, që bën protesta, por pastaj vendime dhe që ecin para, shtrëngtime ecë para dhe asgjë nuk ka rëndësi fundja fundet. Jo, absolutisht ne as në të kaluarën nuk kemi parë protestat të nivelit të tillë, pra ku një numër i madh i qytetarëve dhe aktivistëve fatmirësisht të pandikuar nga çarçe ndryshme politike e tjera janë bërë bashkë për ta kundërshtuar një vendim kaq të dëmshëm. Pra kjo është protesta e dytë pra që bëhet brenda një jave. Protestat do të vazhdojnë dhe krahas saj edhe nëse rritet, absolutisht pakënaqësia qytetare është shumë e madhe, pra vetëm gjatë këtyre ditëve sa ne jemi në këtë, nëse mund të themi, fushat kundërshtuese, ne kemi marrë me qindra ankesa, fatura prej qytetarëve të plot viseve të Kosovës, të cilët na tregojnë që edhe me çmimin aktual janë pothuajse të papërballueshme çmimet të cilat ju shkojnë tarifat e energjisë, pra çmimet e faturat e energjisë elektrike, andaj kundërshtimi jon ka me vazhdu. Vetë sa nuk e demobilizon fakti që nëse rriten, a nuk ju demobilizon ju si
Jo, nuk si grup? Ne kur jemi nisë që ta kundërshtojmë këtë vendim, ne kemi pas parasysh që kjo mundet edhe mos me arrit atë qëllimin e tanishëm, pra që ta detyrojmë, nëse mund të them kështu, zyrën e regulatorit të mbrapsët nga ky vendim. Ne kemi ditur që kjo mundet edhe të ndodhë, pra siç po pritet nesër vendimi, mirë po ne jemi këtu për së bashku me tani më mbi 5.000 anëtar të grupit dhe shumë grupe e tjera të qytetarëve, organizatave jo qeveritare e tjerë që kemi me vazhdu aktivizmin tonë dhe ne kemi me kërku që ky vendim të shfuqizohet, po që se themi mund të merret nesër, do të jetë kërkesa juaj, do të jetë për shfuqizimin e vendimit që nesër mund të merret. Do të thotë kjo është kërkesa jonë kryesore, mandej së bashku me ekspert ligjor të cilët janë ofruar në kuadër të grupit, ne vetëm jemi duke përgatitur edhe një paditë të cilën do ta deponojmë ndaj zërrejës po? Ndaj zërrejës këtë rast, duke të cilën do ta deponojmë në gjykatën themelore në Prishtinë, sepse edhe si i tillë procesi që ka ardhur deri këtu ka qenë një proces komplet jo transparent. A keni fjalën për faktin që janë bllokuar mundësia që të komentojnë, të japin? Kjo është e para që është absurde për mendimin tim, sepse ata lere më që nuk kanë pranu komente, nuk kanë dashur të bëjnë takime, sepse edhe vetë forma se si ZRE i ka bërë ato të ashtu quajtura takime konsultative, pra që të regon më së miri se sa ata janë të interesuar për të dëgjuar vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet e grupeve të caktuara, të cilat janë të shqetësuara me rritjen e këtij vendimi. Pra absolutisht nuk është marrë për bazë të paktën deklarativisht se kemi pa, se nuk e dini se do të merret vendimi dhe ta shohim. Ne po shohim arsyetime, diskutime të shumta në debate, si asnjëherë më parë për energjinë, por disa çështje mbesin nganjëherë, si themi, nën hije. Në momentin kur po flasim, ne kemi parë një lajm, pra nga Sania Yusufi, por edhe kanë dhënë edhe media tjera që bllokët të Kosovës A, Kosovës B kanë rënë për shkak një defekti. Kjo po ndodh 2 ditë para se të merret vendimi. Si e shihni ju këtë? Dhe u tha që sot gjatë ditës do të hyjnë në prodhim dhe po shihet që ajo as që ka ndodhur, po tani më ne edhe mund të jetë të qëllimshme, mirë po përderisa ne nuk kemi fakte dhe argumente, ne nuk jemi të prirur të flasim, ne flasim vetëm për ato bindje, argumente të cilat ne kemi, dhe aktualisht, po them, brenga jonë kryesore është se si qytetarët e këtij vendi do mund të përballojnë kësaj vale të re të rritjes së çmimeve zinxhir që do të ndodhin pas këtij vendimi, dhe për këtë ne nuk kemi marrë përgjigje. Mirë, ju kërkoj ndjes që po ju ndërpes her pas here, por s'ka problem. Besoj për ta bërë debatin kështu dhe më të qartë. Ndërkohë që po flisnim, orë më parë doli një njoftim i Ministrisë së Ekonomisë, sot ministra Rizanolla e ka vizituar ZRE-n. Fillimisht, a nuk e shihni si formë presioni pak, sepse në fundit ZRE-ja i ka pranuar komentet e Ministrisë së Ekonomisë, si e shihni ju këtë takim? Se do i lexoj edhe pjesë çfarë është diskutuar. Me vetë faktin që sot, do të thotë një ditë para vendimit, Ministra e Ekonomisë shkon në takim me zyrtarët e zyrës së regulatorit dhe mandej del me deklaratë publike ku na tregon ne që ajo ka kërkuar përgjigje prej tyre për disa humbje të cilat në rrjet, mandej në transportin e energjisë e tjera, kjo së pari e tregon vetë jo seriozitetin e kësaj ministre dhe e kësaj ministrie karshi kësaj problematike. Që pse? A nuk duhet të kërkojnë përgjegjësi? Po vetëm si ta kërkojnë këtë përgjegjësi një ditë në fakt para vendimit, do të thotë kjo do duhet të ndodhte shumë kohë më përpara, një debat i tillë. Do të thotë madje kjo po ndodh pasi që ministria i ka dërguar komente tek zyra e rregullatorit. A i bjen kjo që